Mirëmëngjesi edhe një herë me të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ta filloni ditën me Info Plus. Ngjarjet e fundit e kanë trënditur pak Shkodrën, por Shkodra nuk është qyteti i vrasjeve. Shkodra është qyteti i bukur i artit dhe i kulturës. Prandaj sot kam të ftuar një artist të vërtet, një artist shumë të mirë të Shkodrës që jam e bindur që Shkodra dhe shkodranët janë krenar që e kanë. Është me mua në studio Gjon Shllako. Mirëmëngjesi profesor. Mirë se jeta. Mirë se erdhe dhe është një kënaqësi shumë e madhe që të kam sot në studio. Një nga koncertet më të bukura të qytetit të Shkodrës ishte ai Festivali të Muzikës Moderne. Si ishte për ju ky emocion, profesor? Në vazhdën e aktiviteteve që qyteti jonë zhvillon, në kuadrin e një vazhdimësie që është karakteristike për aktivitetet e qytetit tonë, unë kam, si thush, fatin e mirë të ndjek një prej këtyre aktiviteteve. Është Festivali i Muzikës Moderne. Fjala është pak e përgjithshme, si thush, por festival, sot po ndëgjojmë shpesh të thuhet festival. Është i ngjason më shumë një festë popullore dhe artistike në përgjithësi. I muzikës do të thotë që është pjesë e muzikës, sepse festivalet sot po ndëgjohen në të gjitha fushat. Dhe moderne është një term i cili kërkon të afrohet me atë që është aktuale, atë që i përshtatet modës, si që themi, por që është aktual gjithmonë. Pra, me këtë terminologji, Festivali Muzikës Moderne filloi jetën e tij shumë vite më parë. Pat 6 edicione të zhvilluara dhe një pauzë për 7 vitesh. Me thënë të drejtën, unë ishe pjesëmarrës qysh në eventet e para të këtij festivalit, për krah as artistëve të tjerë, ideuar nga nipi im, Eugen Garxhora, që në atë periudhë jetonte në Shqipëni, edhe ishte pjesë e aktiviteteve të qytetit Shkodrës, pjesë e stafit drejtues së kulturës në këtë qytet. Dhe po parasy të largimit të tij, ky festival pat një pauzë tepër të gjatë për 7 vitesh. Unë më shtet në dëshirën për të vazhduar një event interesant, si që ishte ky festival pra i muzikës moderne, me insistimin edhe të miqve të mi, kryesisht artistave, e bam të mundën që vitin e kaluar të rimarrim këtë hapësinë që i tokote një festivali të muzikës dhe krijum eventin e parë, që ishte festivali me edicioni i 8 të festivalit dhe në këtë vit i 7 i festivalit dhe në këtë vit edicioni i 8. Pra, një historik i cili të bën me mendu, për arsye se në 6 edicione nuk janë të vogla për të thënë që një event është zhvilluar, edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, e cila, mas një reflektimi, po themi 7 vjeçar, pak si të zgjatur, na bani për me rivu hapat aty ku i kishim lanë më përpara. Kuptohet, nuk mund t'i vesh në atë vend, po do i vesh diçka më lart. Pra, ideja për ta sistemu, për t'i dhënë një hapësinë gjithmonë më të madhe këtij festivalit, erdhi pikërisht këtë vit. Viti i parë ishte një marrje, rimarrje më mirë mund të themi, dhe ky vit ishte me të vërtet viti i duhur, kur festivali arriti nivelin që ne dëshironim. Si ishte ndërthurja, profesor, mes artistëve shqiptar dhe atyre të huaj? Tendenca jonë për Festivalin e Muzikës Moderne, edhe për një arsye të fortë, sepse ne kemi element jashtëzakonisht të vlefshëm në qytetin tonë, ishte të aktivizojmë sa më shumë njerëzit e qytetit, artistët e qytetit, sepse në fundit nëpërmjet tyre kjo jetë artistike mund të ketë jehonë. Pra çfarë do të them? Nëse festivali përkufizohet që një event në një sasi të limituar ditësh, unë mendoj që ajo jehona atij duhet të jetë e vazhdueshme. Dhe kjo nuk është vetëm në dorën e organizatorëve. Kjo është në dorën pak a shumë edhe të atyre që e drejtojnë kulturën e artit në qytetin e Shkodrës. Nga rëndësia që të japin këtyre eventeve. Qyteti i Shkodrës nuk met kurrë pa art edhe kulturë. Pa çka se në raste të veçanta ne edhe disa elementa në muhojnë. Dhe pikërisht ne bëjmë zgjidhjen e duhur, inteligjente, sikur se i thonë. Arrijmë të ndërlidhim
forcat krijuese dhe interpretuese të qytetit tonë me ato që na mungojnë. Dhe ku i gjejmë këta? Hapi i parë është tek miqtë tonë. Më mirë me thënë tek shkodrantë që jetojnë jashtë qytetit. Jashtë qytetit fillimisht dhe pastaj edhe jashtë vendit tonë. Kjo është një skemë që jo vetëm ne e realizojmë, por ideja është që sa më shumë të jenë forcat brendshme, aq më mirë, sepse ata i shërbejnë drejt për drejt, ato janë në gjendje të krijojnë edhe kënaqësinë e tyre, sepse në fundit, sikur spektatorët të zgjidheshin vetëm nga forcat që kanë artistat në qytet, këto do të jetë gjithmonë të favorizuar. Bie fjala për respektin që kanë për një trompist ose për një kitarist, një pjesë e madhe e qytetit shkon sepse e njeh. E din vlerën e tij dhe kështu që ai rrethohet nga dashamirësit e vet. Dhe kështu eventi, një tjetër, eventi marr formën e vet. Përveç kësaj ne kemi një armë shumë të fortë, e cila është, po them e vetmja edhe në konsultim edhe me miq të tjerë të rajonit, kam pas rastin të dalloj që Big Band i Festivalit Muzikës Moderne është i vetmi formacion që bën aktivitet të vazhdueshëm, si themi vjetor, mase, në rang rajonal. Prandaj ne këtë duhet ta shfrytëzojmë në të mirë të një formacioni më tepër për qytetin tonë. Sepse këtu krahas orkestrës simfonike edhe bandës qytetit duhet të funksionojë edhe ky Big Band, i cili është i një natyre shumë të freskët. Ne elementet e kemi 90% të qytetit tonë, me pak të ftuar, dhe shpresojmë që nëpërmjet projekteve ta marrim në kam këtë formacion. Shpresoj që do të gjejmë dashamirësinë e forcave të gjëra, të instrumentistëve, po gjithashtu edhe mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Sa ndikuese është në kulturën e qytetit të Shkodrës ky aktivitet? Këtu po e lidhi pak me historinë e asaj që ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Historia muzikore e qytetit tonë është e hershme. Pavarësisht se vendi jonë nuk është në vendet tipike të një kulture të vazhdueshme muzikore, para sy dihet se pushtimi shumë i gjatë të tjera nuk na kanë lënë ne si kom, po themi, ose si vend të bëjmë një jetë të rregullt kulturore e artistike. Por në kuadrin e asaj që është muzika, përgjigjet e para ishin kryesisht tek formacionet frymore, të cilat ishin të shumta në vitet 1887, banda e parë e Faranoes e kështu në vazhdim. Muzika u kultivu shumë edhe në kuadrin e muzikës, do të thënë, kishtare, por në një periudhë kohore, bashkangjitur ose në bashkëecje me te, ishte edhe muzika dëfruese. Në këtë pikpamje, ne dallojmë grupet e para, të cilët ishin të lidhur me muzikën, qoftë muzikën qytetare, por edhe përparimtare botnore. Dhe për të vazhdu me shpejtësi, si thosh, shfletimin e kësaj historie, mund të dalim te grupet e ndryshme të cilat luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e përparimin e muzikës së gjallë dhe të hapur për publikun. Ka grupeve të muzikës qytetare që ishin të shumë llojshme, që është lidhur kryesisht me muzikën e ahengut, që ishte një muzikë paçkase e huazuar. Ajo u bë, si thush, një robë artistike e vetë qytetarëve të Shkodrës. Këtu traditat, unë për fatmirë kam të mëdha, sepse dhe gjyshi jem ka një për atyne, pavarësisht se Zanaçi, ai kishte dëshirë të binte violinës edhe me grupet e tjera miqësore që ato kishin. Po kështu po themi që kjo trashëgimi ka vazhdu edhe në familjen tonë, sikurse në shumë familjet e tjera, dashamirëse të artit dhe të kulturës muzikore. Dhe hopi më i madh u bë këtu rreth viteve 30-40, pavarësisht në problematikave të mëdha që kishte gjithë bota, po themi, se ishin edhe divizje të mëdha, lufra botërore e tjera, kjo traditë në forma të ndryshme ashtrujt. Dhe është zhvilluar e kultivuar shumë nëpërmjet artistave të mirëfillt. Bie fjala, në qytetin e Shkodrës, nga viti 48
në rreth viteve edhe afër viteve 60, ishte grupi i kafes së madhe, i famshëm, i njohur shumë, ku ishin muzikantë me natyrë profesionale shumë të zhvilluar. Këta ishin artista të gjithë të qytetit të Shkodrës, një grup prej rreth 6 ose 7 viteve si mas rastit, të cilët fillimisht u organizuan miqësisht, po ma vonë mandej u ban pjesë e aktivitetit do të thënë shtetëror. Ç'a ishte ky grup? Ky grup ishte i përbërë prej disa instrumentistave të cilët luanin muzikë thjesht instrumentale, por ku shquhej natyra bashkohore e muzikës. Pra, edhe se në vitet 60, kur problematikat ishin shumë të mëdha në kohën e komunizmit, ka pas vazhdimisht se yllitëri, ka pas problematika, ishte si rrjell ose si val vinte e punë. Herë kishte një farë liberalizmit që u lejote muzika hujbi fjala, edhe herë kishte një stopim, e në një rast, si është rasti i festivalit 11, jo stopim, po një denigrim total të gjithë artistave, në një ramje të menjëhershme, edhe ku edhe disa për tyre u denun, si revizionista, muzikë dekadente, tjere. Ky grup bani atë që ishte, si thush, një linje që dilte muzikën ose artin ton, se Shqipënia ishte kaq ishte izolume në gjithë periudhën, me artin botnor. Ky ishte grupi i famshëm, pra siç thash, që ishte drejtuar për violinistin në Shtaku Timat, ishte pianisti dhe muzikanti shumë i shquar me vonë kompozitori Gjon Kapidani. Ishin edhe artistët e tjerë, Kolgjina në fizharmonik, Palush Koliqi në kitar, Spathari në bateri, e kështu me radhë një grup dhe Gjon Halili në tromp. Pa ishte një grup i vogël, i cili bënte përhapjen e këtij lloji arti muzikor bashkohor, ku futeshin kryesisht muzikë e gjitha vendeve të botës, as sa ishte mundur në atë moment, por për fatin e tyre të mirë, këta kishin mundësi të posedonin partiturat origjinale të këtyre, nëpërmjet filatelistit që ishte brenda grupit Kolgjinaj, ai kishte mundësi të merrte këto partitura të vogla të përshtatshme për këtë grup. Dhe në këtë mënyrë muzika nuk bëhet thjesht në formë amatoriale, por bëhet në formë tepër profesionale. Kjo ishte kombinimi i mrekullueshëm. Pra, kjo traditë e bashkohores në fushën e muzikës, them që ka vlerë edhe për një vazhdim, edhe mas vitit 69 me vdekjen e Pragjakos, i mati ishte i parë që u tërheqë nga grupi dhe për një periudhë kohë ai grup nuk funksionoi ashtu siç ishte përpara, por vazhduan grupet e tjera me shumë vlerë edhe ato, të cilët e qunë përpara. Pastaj funksionojnë edhe orkestra e estradës, edhe orkestra të ndryshme që ishin të lidhura me punën shtetërore, të cilat e marrin një farë forme gjallë muzikën dëfryse, që i thamon, muzikën e lehtë. Dhe kjo që ne realizuam këtu, me thënë të drejtën, dhe kjo kishte një bazë të veçantë, sepse 2 vite më përpara në qytetin tonë u zhvillu festival jazz. Ishte përgatitur për një ish nxënësit tonë që e kujtoj me shumë me respekt Rok Jakaj, shoqatën në emrin të cilit vazhdon përsëri punën, dhe ne si grup ishim si miq, si mësues të tij, ai pavarësisht fatkeqësisë të tij, sepse ai në një moshë shumë të pati një incident të tillë, e ai festival u bën në ndërim të këtij personazhi i cili ishte duke e përgatit vetë, dhe festivali i parë i jazzit u ndërtua dhe mendimin tonë si grup. Aty ne formuluam idenë e një pune moderne, dhe me kalimin e kohëve, masi që ta rujtën linjën e vetë të jazzit, ne zhvilluam dhe formuluam këtë muzikës moderne, që është pak sa më e hapur, dhe gjithsesi jep rrugë më të mëdha zhvillimi në të gjitha orientimet. Dhe them që kjo është një vlerë, pra jo, nëse shpesh herë ne kërkojmë të themi e kam ba unë edhe askush tjetër, sikur ti fillove botën sot edhe gjithçka eci lindhi prej teje. Jo, kjo është një traditë e cila në forma të ndryshme ne kemi respekt për traditën. Artistët sidomos duhet ta kenë këtë gjë, sepse në fundit ne dikush na ka mësuar. Mësuesat tonë janë ata që na kanë dhënë mundësinë,
për me ardhë në një ditë që ne vetë të mësojmë të tjertë. E kështu më rrallëshur. Po muzika është një vazhdimësi dhe si këtil shpresojmë që edhe ky festival të bajnë rrugën e vetë dhe për herë më shumë në rritje të cilësisë dhe të hapësirave që ai zë. A mendohet të ketë një vazhdimësi? Është menduar që vitin tjetër të jetë sërish në festival? Sigurisht, ne sikur se të gjithë organizatorët, ne në kuadrin e shoqatës kulturore artistike Prangja Kova, të cilën jemi unë vetë e drejtoj për disa vitesh, jo pak se janë rreth 27 vite, bashkë me korin polifonik Prangja Kova, i cili është një ansambël solid, kërkojmë që vlerat e kësaj muzike t'i qojmë gjithmonë ma përpara. Të është më varet shumë tek organizimi, me thanë të drejten, sepse sot muzika, unë e thamë shpesh këtë edhe duhet të përsisë edhe njëherë. E ka të mirën, por ka edhe të keqen në vedi. E mira cila është edukimi i gjani njerëzve, edukimi shpirtnori të pasunia të shpirtnore, por të kënë që është ka që bukur e ka që dashur për njerëzit, të gjithë kujtojnë se dinë me ba muzikë. Kjo është rrezik i madh që e ka vetë muzika. Edhe në shumë raste, muzika bjen në durë të ati që nuk dinë me ba. Por, këtu të shi duhet, kjo është roli i vërtet, si thush, i organizatorëve, që duhet të dinë dëllojnë, atë që i banë muzikë me vlera, dhe të japin mbështetjen e duhur, dhe atë që i banë muzikë për pasion, që e laj duhet ketë mbështetjen e vetë, por jo të atilë sa që të frymëzoj të tjertë. Shpesh herë ne, sidomos të kohët e fundit, qyteti jonë ishte arena mrekullueshme e muzikës, e gjallërisë, e tjerë. Po, tek specialista shpesh herë, aty mund bëj pjesë edhe unë për atyne që nuk jemi të kënaqur me disa forma të cilat te i kalojnë dëshirat e vetë ardashëve të muzikantëve të qytetit Shkodrës. Në formën e ndryshme ato reagojnë. Më kupton, por puna nuk është me reagu në formë kritike kundër një eventi. Puna është me bashkëpunu paraprakisht në që event të ketë vlerën e vetë të duhur. Dhe kjo bëhet vetëm në bashkëpunim me artistat. Artistat e mirë në qytetin Shkodrës nuk kanë mungu dhe s'kanë përpungu kur. Sepse kjo është vend që i krijon, i linë dhe i zhvillon. Është, si këthon nga një atmosfera vetë, është e atillë. Dhe këtë kanë të regu, paska që qyteti jonë ka kalu momente mjaft të vështira, edhe fusha e artit, ndoshta edhe mundësia për ta rock artin në formë profesionale, nga një herë është edhe ma e vogël se, sikur se thash, në kohën tonë, përmërësisht se në atë periudhë kufizimet ishin të tmerrshme, sepse ishin ideologjike, sot nuk janë ma ideologjike. Sot janë nga ajo dëshira e disave për të fut në art, sepse me pëlqen, dhe të kurja e tyre që e kanë potencialin për të bëha këtar, për nuk kanë mbështetje. Kjo është një dilemë e cila unë shpresoj, sepse kjo është dhe puna jo, një formë në rëtë. Unë edhe me këtë emision që po bëj me ju, dikush në të ndëgjoj, se ne me dashamirësi po flasim, ne nuk flasim për kritikat drejt për drejt, ne flasim që artisti, kur vjen puna për eventet artistike, duhet të jetë i konsideruar. Jo se unë në nivelin pa konsideru, sepse unë kam pas vazhdimisht mbështetje, edhe kja pa asnjë dallim, asnjë moment. Ne llogaritni një gjë, që në vitin 97, që Shkodra ishte poshtë lart, ne kemi kriju shoqatën tonë, edhe grupin tonë koral. Pra, kjo nuk ka lidhje me atmosferën që qarkullon. Shpeshherë, ne për shembull edhe në këtë moment, ne trazum jemi për disa ngjarje që kanë ndodhur në qytetin Shkodrës, po unë zanata jeme nuk është për mu marrë me atë punë, zanata jeme është për mu marrë me një këta që ne po i flasim bashkë, që shpresojmë që Shkodra buzëqeshjen e vet ta ketë vazhdimisht, edhe kur ka disa momente jo të pëlqyeshme. Publiku i Shkodrës është gjithmonë mikpritës. Po publiku i Tiranës? Tesh me drejt, po e thu se ne kemi tentu këtë rallë një hap të atillë që të shkonim edhe drejt hapësirave të tjera, pra. Duke qenë se festivali i muzikës moderne përfshin një kam të madh dhe artistash, ndër të cilët edhe ata qiftohen nga qyteti i Tiranës, edhe nga jashtë. Ne kërkuam që në kryeqytetin tonë të venim një gurë, sa do të vogël, në këtë bukurinë e këtij mozaikut, po them artistik shqiptar.
edhe për të tregu që ky është i festival që do të ketë një histori. Edhe se praktikisht, qoftë mbështetja e Ministrisë së Kulturës, edhe qoftë mbështetja e Bashkisë së Kodrës ishin potente. Nuk është se pa mënime tyre nuk mund të bëhet ky aktivitet. Po kështu ne tentuam edhe tek Bashkia e Tiranës që me një farë mënyre, modestisht, edhe një farë mbështetje, dhe unë i falenderoj Gjerashin këtu, pavarësisht se këtë kemi bërë në forma të ndryshme, ti falenderoj përsëri. Por njëkohësisht ne kërkojmë të hapim shumë atë për rreth në kësaj. Për shembull, për ambientet që na u kriju të mundshme në Tiranë ishte Kisha Zemra e Krishtit. Një ambient shumë i bukur që ata kishin pranë kishës. Po kështu edhe Franciskanët e Shkodrës në ndihmuan për ambientet në të cilat ne kemi punuar. Pa, janë disa vende të pashkelura që mund të thotë, po mirë që është muzika moderne, e din, institucion fetar, kjo nuk ka një dallim, sepse në fundit hareja, gëzimi është i përgjithshëm. Njerëzit nuk dallohen se bajnë gëzimin në rrugë, në shtëpi, në një skenë, një afërsitë një vendit publik etj. E rëndësishme që ata gëzohen, ndjejnë muzikën dhe frymëzohen për saj. Pra kishte një hap i bukur që mendoj që do të vazhdojnë shumë më përpara. Po, ndonjë qytet tjetër është menduar të bashkëpunohet? Tash unë thash, unë jam interesuar me të thënë të drejtën në kuadrin rajonal. Rajonal e kam idenë në rajonet e afërta me vendin tonë. Edhe ku që ne dim se me çfarë vendesh kufizohemi, ne kufizohemi me trojet tona të Kosovës, kufizohemi me Malin e Zi, Maqedoninë, Greqinë, edhe mas edhe me Kroacinë. Vendet ballkanike pra janë kryesisht vendet e ish Jugosllavisë ka një traditë të madhe në muzikën moderne, sepse ato vite bandat kryesisht edhe të vendeve të Kroatë, Beogradit, Bosnjës, ishin për hap, edhe në Prishtinë, ka pas grupe artistike shumë të rëndësishme të karakterit të muzikës moderne, sepse ta ishin pa kufizime. Po kështu ne kemi një shans tjetër që Italia për vetë shkuarjen e ardhjen e njerëzve për lëvizjet tona është bëj afërt sot tashmë, ne kemi lidhje të vazhdueshme. Pra në këtë kuadër ne mendojmë që të mund të zgjerojmë, kjo varet pastaj edhe nga cilësia jonë, sepse përderi tash ne kemi testuar vetveten edhe nëpërmjet artistave të ftuar. Ato kanë meti jashtëzakonisht të kënaqur nga cilësia e punës sonë. Mase organizimi gjithmonë ka mundësina të tjera, por pretendimet për një rritje kulturore të festivalit janë, edhe pse janë të vazhdueshme, ato janë të realizuara. Unë nuk du të përmenem, po artist shumë të njohur në Itali, bje fjala, janë shpreh në mënyrë në superlative karshi eventit e kryesisht nga karshi lojës Big Bandit. Ato janë gjithë dem të ri, ishë në zanësat e mi, sepse për shumë vite unë në shkollën e muzikës, sot jam në universitet, edhe përsi edhe ty i kemi në departamentin to një pjesë e tyre janë antarë, bile edhe antarë të bordit drejtues të festivalit ishin miqtë e mi, edhe figura tjera të njohura të televizionit në qytetin e Shkodrës, të cilët gjithmonë na rrin afër edhe duke ma shpallë në një levërti të madhe e rëndësishme për ta, si miqtë tonë, janë që eventet të avancojnë gjithmonë më shumë. Prandaj këtë kemi një mbështetje shumë të madhe, por nuk e di sa do të arrijmë të shpërblim qytetit tonë këtë mirësi dhe këtë dashamirësi në një të ardhme. Duke sjell në një plan rajonal, sikur se thash, mendojmë që ky festival të ketë një përparim goxha të madh. Forma organizimit do të ndryshojë totalisht, sepse këtu ishte menduar kryesisht për rajonin tonë të Shkodrës, dhe tash do të ndryshojnë krejtësisht format. Unë, me të thënë të drejtën, unë nuk baj sikur si thonë në Shkodran në kryet temë, por unë gjithmonë për këto gjëra konsultohem, unë kam në krah miq të jashtëzakonshëm, me eksperiencë madhe, jo vetëm në vendin tonë, por edhe jashtë. Unë përmendi këtu Margelen Kapidanin, i cili është
mik i joni, i qysh i fëminis edhe ishtë në zanës për pak kohë bashkë me shpëtimin e mis tjerë, që më rrinë shumë afer, po kam edhe mis të tjerë të universitetit, Ergys Pirani, që është edhe një njëri me shumë aftësi, si të thush në fushën e menaxhimit, sepse këtu, po kështu, bashkëpunimet mira kemi edhe me qendrën Pjetër Gaci, e cila në një formë mënyrë është pjesë e rëndësishme e mbledhjes elementeve më të mirë të qytetit. Edhe kështu ne shfrytëzojmë rastin, për shembull, kur mlidhet banda e qytetit ose orkestra e qytetit, ne evidentojmë njerëzit e përshtatshëm të cilët munden për me bë pjesë në eventet tona, dhe kjo punë na ka lehtësuar, si thosh, edhe besoj që edhe në të ardhmen do të jetë më lehtë, sepse njerëzit janë afër njëri tjetrit. Instrumentisti ka nevojë të losë në bashkëveprim me të tjerët. Për shembull, me ju është intervista parë që bëjmë, po një rast tjetër, jam i bindur që edhe më shumë do të dim për me komuniku. Po kurse komunikimi brenda artit është i domosdoshëm, sepse janë instrumentistat të njëjtit karakter, si thosh. Sa emocionuese është për ju kur shikoni suksesin që ka marrë ky eveniment? Momenti që aktiviteti përfundon është momenti, do të thënë, më i bukur, sepse sido që kjo është finalizimi, kuptohet kur gjithçka shkon brenda standardeve. Është finalizimi i një mulli të madh. Të gjithë mund të thonë, po ja tash se 4-5 ditë është një aktivitet. Do të jeni të bindur që një 3 muaj domosdo është për të ardhur në shinat e duhura për ta imagjinuar se çfarë bëhet, por sikur se duhet ajo një ditë para duhet të mendohet se çfarë duhet bëjmë. Kështu që kjo ecuri edhe kjo formë të menduarit e të vepruarit për shoqatën tonë është tashmë nuk është thjesht emocionuese, është gati të thush një detyrë. Edhe kështu që emocioni është vetëm në momentin kur ne na lidh një ide e re, edhe aty jemi paraprakisht emocionuar, sepse themi, këtë herë po gjen për të dhënë diçka të veçantë. Dhe kjo është fokusimi që na bën gjithmonë me ecma përpara. Kishte më thënë, kjo është emocioni i vërtet, kur ne kemi një gjetje, edhe se shpesh herë edhe kështu pyesin, po kjo bëhet një pyetje rutinë për atyre që ka njerëz nuk e kuptojnë fort se ç'a thohet me atë. Çfarë të reja kemi? Të rejat nuk munden me ekzistu totalisht në një vazhdimsi aktiviteti. Nëse aktivitet ka valë të veta, aja është i njëjti ujë që sillet. A kupton? Dikun më i nalt, dikun më i ulët, pra valët herë janë më të mëdha, herë më të vogla. Por risia është vetëm e gjetja në disa elementeve të rëndësishëm, sepse kërkohet risi, mund të bësh një festival tjetër çdo vit. Aja është festival i muzikës moderne. Të falenderoj shumë që ishte sot me mua, ishte një kënaqësi shumë e veçantë ky bashkëbisedim dhe kjo intervistë. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët dhe shihemi pas pak.